Pak më para që të nga kjo. Nese, një të kërë, ashtu fillojmë punë pra, fillojmë punë bukur. E prova dhe përshëndetje, mirë se vini sonë në... Në fiksim fare. E qarnate kjo, e bukur. Mirë të ruar, jo më ljarë se sa djemë duket, apo sot para... Diçka e kjo, po që do? Nga kolegji zidhor. Ti? Dridhe shim po të them. Dridhe shim për uofë shorti. Ja ata. Kush ma? Të kolegjit. A, këta kolegjit? Po normale më të. Po si qeka ki mua betë. Si mos dridhe në ova, jem vetë ti. Vët këteje, vët këteje, vët këteje bjeni e betë. E thonin, inshallah së mbi mu shorti. Po normale. Inshallah njoni, inshallah tjeti, njoni bote dua. O zoti mo, inshallah. Po qkeni më puri dhe? Qkeni po. Po saj mirë thash. Sa të më dhe, njoni bumne, njoni të nga bëjë papa bumne. Ne, disi jemi apo jo? Është një rast i mirë, thash, për të shtuar... Nese, më hapër të tjera. Me gjitha të unë i thash njërit e njërë nga ata. Të tani dhe nga undët nga njërë. I thash njërit nga ata. Dhe gjojë dhe shumë. Se tu dhe ta të gjojnë fjallën. Mos e lirë për nesër, një pun që mund të bësh pas nesër. Që tu jemi e për i dhe. Ti mos e bëj fare. Bukur. Sepse këta të kolegjës, kërse dhe shumë shqiptarë janë akoma këshu në trilem, po. Këta të Komitetit Europian dhe më thënë të tjera bënd të tjera thua, që të ma prishës me më një në tua. Mama dhe ti, i që mos e di... Mama, kam ti më të jo. Jo se, këna bje kemi diplomatën Gjermane, kuptona bejo, që në një formën një tjetër, pa qka se ajo fa në dëqevele ti, por shprej mish këtu tha dhe më dhe që, me sa di unë, këtë me sa di unë e ojtë këtë dëqevele. Pra, përsa i përket Europiane, nuk do marim gjusë fjallet dhe më thonë të vërtet se si është puna. Me sa di unë, Michael Jackson i është gjallë akoma për shembull. Me sa di unë, me sa, Tupaku, më. Tupaku. Di vajzat, është gjallë, më fërë. E di vajzat, Tupaku. Ka mene këtë Tupaku, goca. E kam pa me Snoop Doggy Doggy, në? Vërdanë, bukur. Nërsa përsa i përket Shtetit Bashkuarat Amerikës? United States of America. Oh, yeah. Dhe për më tepër, ndime sekretarit të Shtetit Zotit Countryman, po flet qartë mërë zotëri tjetëri, po kej qefta të gjosh Amerikën. Ja kemi ambasadorin tonë këtu. Dole sa bursh, nese, mua të në tjera. Ora madhe i në ramës të ta një, një vazhdo. Njere tja të mua për të shi. Shiko, kjere bje Countryman. Nuk i lor, jo. Dëgjo se shka thënë Countryman. I dashur, dëgjo se shka thënë Countryman. Thot të, në të gjitha bashkit, me përjashtim të Tiranës, theksoj Countryman pra i, procesi shkoj mirë. Pra, ore, kuptonë me jo, me përjashtim të Tiranës, në gjithë Shqipëri shkoj mirë. Duke futur brënda dhe këto. Jo presioni, jo frikë, jo zhurme, jo gjëra. Ndërkohë që udhëheqërin ka thënë që... Ka më të mirat. Më të mirat. Jo, në Shqipëri po, dakor, dhe thot dhe Countryman. Po për Tiranën, standarte e këtu. Papa! Countryman, dëgjohë se shka thënë udhëheqë, dëgjohë. Realizoj në Tiranë një proces dinjitos të merituar për qytetin. Vjetit të shkëllqyra, kuptona për të shkëllqyra. Dakor, po mi mos që ka më qi. Ky Countryman, më thënë zotëri e ti ndëruar. E dëgjona po që dëgjona, mare. Që i ke këto deklarata, me përjashtim në Tiranës. Tirana ishte shëmbull, kuptona për jo. Do më thënë u bë me nderja e këtit Countrymanit, të diskutoj... Ka gjë se bëj vetëm dhe 5 vjetë të fiksin. 5 vjetë të bëj vetëm u, s'ka problem. Normale. Po në vijë se nuk merë do të shenjë. Pa. Me zemrën të kapit. Vazhdojnë më poshë leximi, dëgjo se shto leximi më poshë. Dëgjo. Ne kemi shprehur dyshimet tona për bazën ligjore të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të numëruar një kategori të caktuar fletësh votimi. Si ka mundësi këta të kenë shprehur dyshime? Nuk mund të ketë akoma jurist Amerika shu, jurist të zotë më dhe gjë të zotë. Ore zotëri. Ora, do ta mbjellë më njëre, Tu nuk ka vënd për dyshime, kupton apo jo? Tu ka vënd për dyshime? Amerika? Amerika? Që ka studiu ligjore, besoj që kanë zgjidhur çështje ku e ku, akoma dyshon për këtë, kupton? Sepse kjo është diplomaci. Diplomaci, Marko. Pra ky dyshon, dyshon me përsi. Po dyshoj Countryman këtu është bërë. Më pas vazhdojmë, dëgjoj se shto. Në interesin e Shqipërisë sot,
është që tu demonstrohet veçanërisht vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se Shqipëria mund të funksionojë si të gjitha demokracitë e tjera që kërkojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dhe në 2 vitet e fundit, Shqipëria nuk e ka plotësuar këtë kriter. Si ka mundësi mër? Shqipëria ka 2 vjet që nuk plotëson kriteret e demokracisë? Ndërkohë. Se se ngre telefonit dukur. Ku që thua më? Countryman. Qa thua? Qa e di vetën tima? Qa e di vetën tima? Yes, sir. Qa e di vetën tima? Yes, sir. Yes. Po nuk e di paralele, more vetë. Qa e di vetën tima? Jo, se e di këtë thot. Apo mbajnë ashtu ju që më merë në 4 mëngjesit me charter më qona ndej në Jo. Guantanamo. E di këtë thot countryman ky. Ka një shokën e vetë që e ka vonë me banor fshati. Kupton edhe Thoma fshatarin më. Thoma fshatarin dhe countryman, kupton bukur. Pra, Shqipëria, demokracia shqiptare pas ka 2 vjet që tani 2 vjet. Ndërkohë që 20. Thuhet ndihje se shtu. Baçe me lule. Bafçe. E bukur e dheut. Ajo në Europë. 8 milion turistë. Ndihje. Standardet janë standarde dhe për këto kjo qeveri është e vendosur që shqiptarët të gëzojnë standardet më të mira. Shqipëria do të vlerësohet nga standardet dhe Shqipëria jo që s'do të bëj hapa mrapa, po do të bëj shumë hapa para. Mo ish në barkut. Mua mos më hajde në studio të më letëzosh zërin e popullit, se këtu më ka artym si nërë. Zëri popullit me legendhëjtje me... Se këtë pun nga zëri popullit. Dakor, kështu thot countryman. Zëri popullit thot ky. Në fakt, lutem. Unë e kam lexuar tek, se di që është kjo, rilinja demokratike, thot... Po nuk shkruar rilinja tani demokratike më tregon të mua. Po ja, ku e ke rilinja demokratike? Edhe një e këteo, përballë. Thuar, ha, rilinja demokratike, ja tek është. Edhe hap në faqe brenda, ja tek është. Shëbat të mos ditë të dhuna, s'ket countryman, ja tek e ke këtu poshtë. Gjëve më poshtë, ja tek e. Ja, thot, Shqipëria ka probleme me demokracinë këto 2 vite. E qa viti është? Ore sot mja rilinja për tja sajve, qarë viti. Kush është kjo guzimtar që shkruan këto? Se djera. Ore, të gjoni u dhe ishi që qarë, thote këtë dona për... Keni për ta ho... Jo homër! Keni për ta... Për përna për ta të gjithësësi. Ore, ka këtu njerëz dhe më thënë që shqetësohen për këtë 2 vjet demokratike nuk kanë funksionuar ashtu si duhet. Vetë udhëheqësiu në shqetësuar për këtë deklaratë të countryman, kupton apo jo? Megjithëse ai tha, kanë arritur standardet, jemi ku jemi shumë mirë. Shumë mirë. Çfarë them unë tash më tepër se të di çfarë them, kupton apo jo? Lëm rrugën e Elbasanit të mendohet. Se këta amerikanë që thotë dyshojmë akoma, dyshojmë për këtë. Edhe ne si e thonë, kupton? Se Andisha nuk ka shumë të gjë. Kjo është gabim, se ka këtë fjalë. Po është dhe gjua jonë e varfër që nuk i. Pak publicitet. Për çdo problem ose informacion tuaj, Pikspare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pikspare. Pra, kjo ishte historia një deklaratët, më thënë shumë, që për mua do të ishte jo alarmante, po do të ishin ullur me lapse letër palet politike dhe të ndryshonin një malë... Edhe vetë popullit do të ishte ullë. Po, pas ka ndryshuar, kupton apo jo? Nërsa përsa i përket asaj pjesës që akoma nuk kemi një bindje në bazën ligjore, kupton apo jo, dhe nuk jam të bindur akoma Amerikanët, se më kujton atë historinë e atij komshiu tim. Që pagoj njëri se mendon se ja dritë e gruaja. Po dhe? Dyshon ndaj. Si nuk janë Amerikanë akoma të bindur. Edhe njëri do më ndjekësh gruan, tha ku vete, ku nuk vete. Dakor. Vajtë një shërbim dhe u kthye pas ditësh, ale këtu thamë raporto. Po i thaj. Ha. Një ditë sa doli gruaja jote nga shtëpia. Ha i tha. Dhe jepin makinë me njërin. Jepi. Pastaj ndoqja tha, vajtë në një motel. Hypën lart ka dy. Çfarë bëjnë tha? Hypa në një pemë përballë. Ha, shumë mirë tha, ha. U çveshën tha me njëri tjetrin. Ha, pasaj se parsa se mbyllën perden. Si se kapa njërë në flagranca gruan kymër. Akoma me dyshime, akoma. Ka njërës që kanë fatë ke. Kanë fatë më tërë si madhë, nuk si se kapa njërë në flagranca gruan. Se nuk mund të se dhe perdet. Akoma dyshojnë për... Ka po nuk mund të fëri gishtin a i ke gruaja se
A unë mbyllën perdet? Mera për lafit, bje. Po pra, se edhe Amerikani. Kalim një moment. Edhe Amerikani ka që kam mbyllur perdet neve, kemi mbyllur perdet, i kam mbyllur i madhi. Nuk na kam do flagrant. Pasën ligjore. Ligjëruar, folëm jo më larë se dje për udhirin. Për udhirin. Këtë pemë të lasht. E la me mbyllën dje, dhe më thënë, tek 1.250.000 rënjulli. Birë nëna vet. Dërkoj që Pëllëmbe udhi. Pëllëmbe udhi, thash. Po jorë se me barkë që diareke. Jo, për flatë. Pëllëmbe udhi. Ndërkoj që drejtori të qarët të talë që mu ha gjanë dhe tik. Po një sekund. Për para se të kalim këtë qështje që do të ju në thellë, do të lezë një liqë datë numër 10.082, datë 23/2/2009. Prap me ligjet. Thot të, për miratim në kontratës e koncesionit të formës bot, dërtima përim dhe transferim për kultivimin e ullirit. Nuk për lezë detajet tjera, por e dini sa është si përfaqja, miratohet kontrata e koncesionit e firmës bot, dërtima përim dhe transferim për kultivimin e ullirit, si përfaqje pre 1.000 hektarësh. Bravo! Ne në 2 fuqime njerë, dhe e firmosur shpallu dekret nga presidenti e Republikës. Nga 1.000 hektar. E dini sa hektar më dhënë janë mbjellur për këtë? Ja 3.000. Asnjë. Po më mirë. A e ka firmos presidenti? Po, ne lexova si shumër. A e ka firmos presidenti? Po kush e pyet presidentin më daj për ka tani? Për 1.000 hektar. Kalojmë pra tek Fjeri. Qarku i Fjerit, vajti fonin për sëri, ma të vetëm, ba me bum. Ori tha, zoti drejtor, po i ke mbjedhur këtë 1.250.000 rënjullin? Shkojmë të shikojmë, po se një pjesë, një kështu ba me bum. Do t'ja i tha një fshat. Po, edhe... Fakran. Sa tje që ku mbjellin ullin. Në frakull. Tën në frakull. Sot erdhëm në komunën Frakull, për të numëruar se sa fidan janë mbjell gjatë vitit 2008-2009. Në Frakull për vitin 2008-2009 është mbjell 1 hektar, pra 250 rënj. Me përfaqësuesin e drejtorisë së bujqësisë së Fierit, me zotin Rito, ne do t'i numërojmë përsëri këto. Do t'ja marrë këngës me vete, do këndoj për shtat palë kefe, po do këndoj se më ka hije, në tje more këllënjëve, po do këndoj se më ka hije, në tje more këllënjëve, në përdas ma e gëzime, bashkë me ju dhe kënga ime, do këndoj se më ka hije, në tje more këllënjëve, po do këndoj se më ka hije, në tje more këllënjëve. Te kjo parcel dolën 358 rënj. Po pra, ky është avantazh tash, duhet ngelet që raportohet për vitet që vijnë. Ne sot kemi shkuar në një parcel që na thanë që është e juaja. Ju keni mbjell në vitin 2008-2009 250 rënj. 250 rënj. Kaq keni mbjell? 237 fiks fare. I bie si tok, bie 8.700 diçka e tillë. Dhe më thanë që do të japim për 2 lymë të bie rreth 450.000 lek. Në finale unë kam marrë 2.050.000 lek. Të kanë mbajtur lek akoma? Se di tash kanë mbajtur, kaq ka dhënë shteti thanë ata. Me këto para që morët ju, u mbuluan gjithë fidanët që mbollët? Jo, si plotësova, si mbulova dot gjitha. Jo, si mbulova dot. Pjesa tjetër e ullimeve kur është mbjell? Ata e kanë mbjell tashi, janë plotësuese këto. Këto janë plotësuese, nuk për këto sjepen, është shteti është në rregull për këto. Ne mbjell të gjitha në një vit. Jo. Këta janë të veckël masa i pat. Jo, dhe këta të tjerë janë 2 vjeçar. Pa lek në dorë për momentin. I mbolla ullinjit. Atëre fillova veprimin, certifikatën e mora. Certifikatën e ullinjve. Mora dhe ato çaj thon këto ca dokumenta tjera që t'japin ata. Dokumentat e tokës, të gjitha, dhe vetë tek zyra tek departamenti i bujqësisë. Do vish ta shikosh emrin tënd me sa pikë vlerësohesh atij. Kishin dalë disa persona tash që kishin prall. Prall siç është prall, shkurrë, drekë shejtan sa ka bërë dalemri. U kishte dalemri me 95 pikë. Mua do të ndilte me 98, ku vetë shikoj me 75 pikë. Më thot mua, i kësot hajtë vjem shënimet, se ti do marrësh lekë. Kur i bëj Rito Hamati, më tha Niku, do marrësh 450.000 lekë për 2 lymë, se ka një po shkruaj unë këtu që ka shpenzime ullimi, me kestin e parë. Më tha 1.680.000 diçka tjetër.
u mërzita pak fakun. Vetë edhe pjesë të departamenti. Më tha mua ke kesën e dytë. Mua më dhanë 600 ca mijë lekë. Do më thënë plotësuan të gjitha 2.050.000 lekë. Do më thënë sa borxh të ngelen ty 2 milionë ca? Rreth 2 milionë lekë. Një person atje, edhe i thash, ore thash lekët e mia ku vajtën i tashu. A më thanë, shteti thaj dha 250.000 lekë për dulym, se ishte dobët. Të tjerët ke dëgjuar që janë mbuluar 100% që kanë marrë në rregull kështu? Sa s'ka marrë fare. Po duhet edhe një pusë. Mua më thanë apliko të bëj edhe një pusë. Sa aplikova? Që ti po sa aplikova se ata s'm thanë ato lekë, do japin të pusit mua ata. Më thënë brenda këtyre pamjeve ka 10 emisione fikse që mund të bëjë, kupton apo për se si deklarohen më pak për të deklaruar më shumë vitin tjetër, se si buqi domethënë deklarojnë më pak që të marrin ca para ose që s'kan marrë para. Është bërë ulliri si deklarimi pasurisë. Ashtu bravo. Ndërkohë që një moment tjetër pak interesant është formulari i aplikimit për mbjelljet e reja. Ja tek e kam. Me formular, siç po shikoni edhe në ekranet tuaja. Ky është formulari, i cili flet qartë dhe pasër ka disa pika dhe thotë deklaroj, nga pika thotë, ke vetë deklarimi. Deklaroj me përgjithësi të plotë se nuk do të ndryshoj destinacionin e aktivitetit në tokën për të cilin aplikoj për të përfituar financim nga AZBR-ja. Për një periudhë të paktën 5 vjeçare. AZBR? Të lutem. Pra 5 vjet merr ca para nga shteti, megjithëse më thënë sepse udhëheqësi ju ka thënë që do financoj çdo rrënjë ullinji, çdo fidan, po. Merë ca para nga shtetit dhe për 5 vjet. I mban ato. Po pasaj mund të bie flaka. Mund të shkule se do të marrësh para për të mjetë portokallë. Atere merë dhe para. Nuk të detyron njëri që s'do ta bësh. 5 vjet i mban ato ullinj. Gjatë saj kohë ti i ke shumuar ato. Si jo, më janë bukur. Dishni pak me vëmendje. Shqipëria me kushtet klimatike dhe terrenet e lira dhe të përshtatshme për ullirin ka mundësi që në një afat kohor, të themi 10 vjeçar, të 4-5-shoj numrin e ullive. Rajoni Beratit i ka të gjitha mundësit që brenda një periudhe 10 vjeçare të 4-5-shoj numrin e ullive. Janë komplet abandonuara. Janë kthyer në pyje. I patëm pyje shkurre, i taracuam, i kthyem ullishte, tani janë kthyer prapë në pyje. Ullishtaria si shqiptare sot për mua është në krizë për një problem tjetër. Importimi i kultivarëve të pastudiuar dhe të paprovuar në Shqipëri. Ulliri ta jep defektin mas 10-15 vjetësh. Të mos i gëzojmë që në vitin e parë ose në vitin e dytë e mbjellim, do shikojmë ca kokra në vitin e tretë edhe themi ja hodhëm. Problemet të tjera të teknologjisë, qoftë nga vjelja, koha, teknike vjeljes, koha e përpunimit, transporti e tjera, bëjnë që ende vaj shqiptar me përjashtim të 3-4 linjëve në gjithë Shqipërinë, vaj shqiptar të mos e hanë atë të zotët që e përpunojnë. Për 10 vjet mund të pesfishohet prodhimi i ullirit në Shqipëri, ndërkohë që kryeministri tha se për 4-5 vjet do bëjë 20 milion rënj. Ulli. Dëgjoj këtu. Jo ka se po se është arsim të lartë kemi për budallën e lini jo. Se dhe edukat seksuale s'kemi bërë, po kot nuk ja kemi ngopur. Se shë thënë kjo? Kam në dorë këto buletinet vjetare të më dhënë që shkruajt. Edhe duat ju theksoj sa mirë që shkruhet buletina jo? Po. Dëgjoj se shtotë. Në 2007 218.000 rënjullin, 2008 296.000, 2009 57.900, 2010 813.000 rënjullin se u bona lomsh. Gjitha 1.200.000 në kaq vite. Në 4 vjet, 4-5 vjet tha kryeministri, 20 milion rënjullin. 70 vjet diktaturë në mezi i bëm ato që kishim. Kese, ulliri po heqë të zetat e ulliri, kupton apo jo? Në Putrind, në këtë vend kaq të bukur, që vizitohet nga qindra vizitohet. Miliona thaj. Miliarda, po? Po. Është mbjellur një ulli, domethënë. Një tekmë? Po 5 herë është mbjellur sepse mbill e thau. Dije kronikën. Ky Fidan Ulliri u mboll nga zoti Sali Berisha, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, maj 2008. Ndodhemi në parkun arkeologjik të Butrindit.
Këtu janë mbjell ulli nga të gjitha figurat shtetërore dhe qeveritare të huaja dhe të vendit, të cilat kanë lënë gjurmë në histori. Por ajo që lë gjurmë më shumë nga të gjitha është ky ulli. Nuk është ai ulliri që ka mbjellë zoti kryeministër, ky mund të jetë ulliri i 8 apo i 9. Sipas gjithë gojdanave, këtu janë mbjellë 18 sipas shtypit, por ne bëm një studim të saktë dhe e gjetëm që ky është ulliri i 8. Mos paçim fatin e tjerë dhe ata 20 milion që do të mbjellen. Se imagjinon 20 milion herë 8. Gjeni vet. Ore, ky ulliri, qarë në ka se më çmendet? Jo, di kush e ka mbjellë të ullirin? Kush e ka mbjellë, mama? Ba mirë topi? As që s'ta hamortja! Po prandaj një kilo kështu se si u është rënu me një në politikë. Ta kam thënë që një konvencionale. Kur është kështu... Alien. Gjedu. Shka një se e bëj dhe vetë të fiksin u. Normale të shqipët. Ik, bo, bërë batë. Dë gjo këtu. Mi të ruar. Po kjo shenja që kjo ulliri gjithmonë kalbet, qa do të rëtë thotë? Mos do të thotë që... Publicitet. Jo, më jo, e kisha fjallë në vënd tjetër, mos... Qa doni? O, qoni, nuk du, të thëtë, nuk du. Ajde, se së bëjt gjë, po ajde. Qo, ajde, temere. Nuk du. Ajde. Nuk du. Nese, jo, ullu të lutën një keqë, bukur. Atere, mikë në ruar shiko, interesantë është që, duhet të kuptuar në gjanëm, kupton apë jo. Monitorime, Mi mbrëma. Ama si ke ajo pa? Ja, bëj sebe, ta. Vision Plus. Qaka? Gjagjio. Prap këmo? Ka të ftuar një 2 djem. Si gjithmonë? Njëri është nga Shkupu, tjetër është nga Tetovi. Më falë, nga Shkupi dhe nga Tetova. Diqe. Shkupa dhe Tetovi 2011-ës... Shkupa dhe Tetovi 2011-ës... Edhe kur e korrigjon, prap i mshon gabimin. Më lapsus është. Çfarë me Gjaxhiu se një qipër Gjaxhiu? Faj ka Shqipëriu me Kosovën. Ore. Çka? Ore, çamëri. Unë çamëri jam. Shkupa dhe Tetovi 2011-ës... Shkupa dhe Tetovi 2011-ës... Mimbrëma. Tek të vëshëja. Prap. Atje ku paguan lek ti dhe unë. Dhe digjohet që shtonë për Velipojën. Qa thonë? Parajs. Ashtu është. Ndiqe. Velipoja ju ofron pushuesve jo vetëm bukurinë natyrore, por dhe një plazh të pastër, një infrastrukturë që nga viti në vit ka ardhur duke u përmirësuar. Qendra e Velipojës po ristrukturohet, ndërsa po asfaltohet edhe rruga deri në afërsitë të lagunës së Vilunit. Këtu po të ka lezet shpirti. Lëmo zotë roj. Bravo. Lëmo zotë roj. Mirë po, duke ndruar kanalet Pashke Klani. E qa ka Klani? Foli për Velipojën. Mrekulli. Ndiqe. Por jemi ndalur kur do herë dhe tek fenomenet negative. Kështu do të bëjmë dhe sonte, do të shkojmë në Velipoj, do të nxjerrim në pa defektet me qëllim që ato të riparohen. Panorama nuk ka asgjë të përbashkët me klasifikimin e kësaj pjese të Bregdetit si zonë turistike. Tekse e afrohemi plazhit, pamjet janë edhe më tronditëse. Për krah pushuesve digjen qetësisht kazan me plekra. Bashkë me jodin e detit, pushuesit thithin edhe gazrat e tymit që shkirohen nga djegja e tyre. Jo, në Velipoj nuk rihet. E kisha gabimun. Jo, nuk rihet Velipoj. Çfarë them më para? Lëre, u pendova. Lërmo zotëri. Po, lërmo zotëri, tani them lërmo zotë iki. Të lutem. Kore kush është Velipoja e vërtet? Ore ka lidhje të vëshëja me klanin? Jo. Ja, në rregull, prandaj them. Velipoja ju ofron pushuesve jo vetëm bukurinë natyrore, por dhe një plazh të pastër, një infrastrukturë që nga viti në vit ka ardhur duke u përmirësuar. Do të shkojmë në Velipoj. Situata duket më shumë se alarmante dhe këmbana tashmë kanë rënë.
Mimbrëma. Mimbrëma. Tek ora. Tek kush orë? Ora News. Ora News. Papandreou përshëndet Gruevskin për zgjedhjet. Bravo I qoftë, respekte. Nuk folën për punë e emrit Maqedonisë. Po ç'pun kanë pas. Ndigje. Kryeministri grek Yorgos Papandreou ka uruar homologun e tij nga Shkupi Nikola Gruevski për fitore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ore, po në titra shkruhet që shtyhet mbledhja e KQZ-s. Po mi pra. Papandreou përshëndeti Gruevskin. Do përshëndes edhe këtu në Tiranë, domethënë, po me që ushtrym mbledhja sa po flas me këtë Maqedonsin. Ose në të njëjtën kohë po bëjnë të dyja dhe nuk kanë kohë ti bëjnë dy cove dhe bëjnë një në një. Normale, bukur. Po. Kryeministri grek Yorgos Papandreou ka uruar homologun e tij nga Shkupi Nikola Gruevski për fitore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Natën e mirë dhe përshëndetje, vajza. Zoti. Do kërceni for Mr. Countryman. You know what I mean? You know what I mean? Çfarë po thoni? Do kërceni për zotin Countryman. E pse jo për Isfanin? Si sta mortja, po nuk ha mortja! Hajde vajza, for Countryman. You know?